Deka që janë dita e 7 e agjërimit të veç me ujë për nisën e ditë, gjithë shka të shko mirë. Jëm të zhu let, po flej mirë, po dal, po i kry gjitha punë që po kam nevojnë në qytet. Pesha të shku vazhdimisht të ra, mirë po nuk është humbje reale, mos harroni një gjë të tillë. Të gjithë ju që studoni me ndërmarrë një nismë të tillë për me hu peshë, mos e bëni këtë gjë. Pikë pari, nëse dëshironi me bëni gjë të tillë, me pastru trupin, nëse me 3 ditë me ujë. Nëse ki mas diamore në trup edhe një herë, nëse je nën peshë, mos e bëni një gjë të tillë. Nuk kam marramendje, më kanë pyet shumë se a ki marramendje, nuk kam marramendje, pra as nuk kam uri në fakt. Më kujtohen disa ushqime që i kam ngrënë ndër vite gjatë studimeve, gjatë ose nana që më ka bënë ushqim. Kto më kujtohen, vinë si kujtime. Mirë po uri me pas jo, për shembull dal me nusën, kjo hambokun e pi ujë, nuk është që më hahet buka, sepse insulina është shumë poshtë në trup. Arsyeja pse ti rrin shumë unt, është se trupit ta lyp me pas insulinën lart. Edhe kur han, ti e ninat knatësinë, insulina rritet edhe teket uria. Në momentin që ulet insulina, ty ta lyp prap me ëngur ushqim. Sot është dita e 8 realisht, gati edhe u kry dita, po për ditën e sotit do t'ju tregoj nesër. 7 ditë kanë kalu veç me ujë, tash kam fillu ka pak me i hedh krip deti shumë pak në ujë, që se kripa e detit i ndihmon trupit për me kry disa procese, t'jep edhe ty pak shtesë për që me marrë energji më shumë. Tushin e ftoftë e përdori shumë për me dhënë vetë energji, për shembull kur jena herë që nuk ki energji, e bën një tush të ftaftë edhe në kthjell, më bën sikur me qenë që ku më ngrond në mëngjes buk. Madje edhe sot në programin e mëngjesit gazetarët kanë shumë sinqert edhe dietologja që më thanë rreth kjo është e rrezikshme. Unë e kam hulumtu këtë temë shumë. Kam pa shumë në internet. E vetmja gjë që e bën skeptike hulumtimin tem është nëse të gjithë kanë gënjur. Nëse ka ordinanca të certifikuar në Amerikë për trajtimin e pacientëve, se pacient nuk do të thonë më koni smut, pacient do të thonë që shkon më u trajtu me terapi. Kjo është terapi only water fasting. Do të njënim veç me ujë, gjënim veç me ujë. Nëse ka spital të certifikuar në Amerikë, i bën që kjo është terapi që i ndihmon njerëzve. Kjo terapi të ndihmon me rizgjeru qelizat, me hjek toksinat. Nëse doni me ndërmarrë një pastrim të tillë, bëni me 3 ditë, me hiç më shumë. 3 ditë mjaftueshëm është. Ti e dhez autofagjin me 3 ditë. Pra 72 orë me nejt veç me ujë, ti e dhez autofagjin. E han trupi veten. Pastaj mas autofagjisë mundon me shku lehtë, një herë në ditë me ëngër ose nëse han shumë pemë, boston, që e tret shumë lehtë supë. Pra jo me shku direkt në mes që tretet shumë vështirë. Arsyeja pse nuk po ja tregoj peshën është se nuk po duaj më kallëzu që këtë më bëj për peshë. Se shumica për juve që po më ose që po më shkruani me idenë që po duaj me u peshë. Nëse doni me u peshë, nani sheqernat, hani një herë në ditë, veç një herë në ditë. 1 vete në 2 ose 2 vete në 3 ose 2 vete në 1. Mos ha kur gjë deri gjatë orë deri nesër. Kemi u habit me vetveten. Pe ujë. Bëni çdo gjëna ju keni mu habit me vetveten. Në momentin që postojnë ABC News intervistën, do ta postojnë në TikTok edhe besoj që do ta shihni gjithë se si ka shkuar edhe aty është e mira asaj është se dietologu dhe gazetari që ishte me ekspertizë mjekësore nëse s'gaboj, kanë shumë të qartë dhe i kallzon anë negative të kësaj që kanë të bëjnë. Pra ju duhet mi pa këtë sene, nuk mundi muniz veç për mes i burim. Duhet me marr hulumtime të tjera, duhet me kshir burime të tjera, duhet me pa çka thonë që është keq për këtë. Gjithë duhet me marr në konsiderat, pastaj me e njeh trupin tonë edhe me vendim. Jo me marr atë këtu e pa një djalë që ka hinë internet edhe ka bënë një regjim për vetë që sepse trupi për trupi dallon. Ne kemi patikat shumë cilësore, lëkurë në jashtë, ortopedike, shumë trashme, unë këto personalisht veti i mathi. Ja preferoj me shku me porosit të faqen lëkur.leather online shop. Çmimi është 49 euro, 5 euro shkojnë për familjet nevojë. Gjithë ju që jeni të interesuar me ble, mundi me shku edhe me porosit. Porosia ju janë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Lugin, siç i kemi përmendur më herët. Nesër dëgjojmë për ditën e sotit që është dita e 8. Mirëmbrëmje.